Situata politike në Shqipëri nëntori vitit 2025. Nëntori 2025 e gjeti Shqipërinë në një klimë politike të tensionuar, me një qeveri të konsoliduar në pushtet dhe një opozitë që vazhdon të kundërshtojë legitimitetin e proceseve zgjedhore dhe drejtimin politik të vendit. Dinamikat kryesore të muajit lidhen me funksionimin e institucioneve, reformën në drejtësi, integrimin evropian dhe përdorimin e teknologjisë në qeverisje. Qeveria dhe ekzekutivi. Qeveria e 4 të kryeministit Edi Rama vijon mandatin me shumicë të plotë parlamentare, gjë që i mundson një stabilitet të konsiderueshëm në vendimarrje. Megjithatë, shumë prej reformave të ndërmarra gjatë vitit 2025 mbetën objekt debati publik. Një nga zhvillimet më të veçanta të këtij viti është emërimi i sistemit të inteligjencës artificiale Diella si ministre e shtetit për inteligjencën artificiale. Roli i saj në mbikëqyrjen e prokurimeve publike ka hapur diskutime të gjera mbi transparencën, efikasitetin dhe kujfit etik të përdorimit të teknologjisë në administratë. Parlamentet e dinamika politike. Shumica socialiste zotëron një numër të mjaftueshëm mandatash për të kaluar ligje pa vështirësi të mëdha, ndërsa opozita drejtuar nga Partia Demokratike është e fragmentuar dhe përballur me sfida të brendshme organizative. Seanca parlamentare gjatë këtij muaji kanë qenë shpesh të tensionuara me ndërprerje debate të ashpra dhe masa disiplinore për disa prej deputetëve. Opozita vazhdon të deklarojë se zgjedhjet e vitit 2025 ishin të manipuluara duke paralajmëruar protesta të tjera. Opozita dhe protestat. Opozita ka rritur retorikën kundër qeverisë duke akuzuar ekzekutivin për korrupsion, kapje të institucioneve dhe mungesë transparence. Thirrje për protesta janë bërë më të shpeshta, por mobilizimi qytetar mbetet ende